Trupi i pajeti një të riu shqiptar u gjet 2 ditë më parë brenda një dhome në një resort të njohur luksoz me 5 hyje në Gargnano, në liçenin Garda të Italisë. Viktima 32 vjeçar shqiptar kishte qenë në dhomë për disa orë kur u gjet, kurse shkaqet, dinamika dhe rrethanat mbeten ende të mbuluara nga misteri. Identiteti i tij nuk u publikua, ndërsa paraprakisht si pistë deklarohet ose vdekja natyrale ose një akt ekstrem si vetflijimi. Alarmi u dha në orët e para të pasdites të së mërkurës më 11 mars, pak para orës 15. Disa punonjës nga stafi të pamundur për të kontaktuar mysafirin dhe pasi trokitën në derë disa herë pa marrë përgjigje, vendosën të kontrollonin situatën duke hyrë në dhomë. Zbulimi dramatik u bë brenda dhomës. Pasi telefonua numrin e urgjencës, një makinë mjekësore u dërgua në vendngjarje, por nuk ishte asgjë më shumë që mund të bëj për të riun. Stafi mjekësor mundi vetëm ta shpallte të vdekur. Sipas hetimeve fillestare, 32 vjeçari kishte mbërritur i vetëm në brigjet e liçenit Garda, duke mbërritur në vend pushim me vetur. Ai kishte qëndruar në vend pushim për afërsisht një ditë. Karabinierët gjithashtu mbërritën në vendngjarje dhe fillua një hetim për të përcaktuar rrethanat e vdekjes. Gjetjet fillestare kanë përjashtuar përfshirjen e personave të tjerë. Nuk u gjetën shenja dhune në trup, informon media italiane. Në dhomë thuhet se u gjetën disa pako ilaçesh bosh pranë shtratit. Hetuesit po shqyrtojnë mundësinë e një akti ekstrem, si vetvrasja e mundshme, megjithse hetimet e mëtejshme do të sqarojnë saktësisht se çfarë ka ndodhur.